Historia ka treguar qindra se luftrat nuk ka fitues dhe paqja nuk ka humbës. Prandaj besoj se të gjithë këtu me mua e ndani një mesazh të tillë që duhet të fuqizohen ato forcat të cilat janë për paqen dhe marr parasysh që jam provokuar nga atë që kolega Mojsiu tha që ka ende të tillë të cilët kanë njohur Kosovën, po e tërheqin njohjen, por ata të cilët ende nuk e kanë njohur Kosovën. Pra ato janë ato shtetet të cilat janë të largëta, që nuk e dinë as çfarë është Serbia, çfarë është Kroacia, çfarë është Kosova. Ata ndojnë Jugosllavinë, i kujtojnë Titon, janë vende të cilat janë të largëta dhe prandaj këto politika të fuqishme imponojnë orientimin e cila dëmton që të realizohet ajo që është reale. Kosova është realitet dhe Kosova duhet të njihet.